se e kanë për turp, se s'kanë bëha asgjë. Lere që s'kanë bëha asgjë, po ndoshta i kanë shërby anës të kundërt. I kanë shërby anës të kundërt, e kanë sabotu luften, kanë propagandu kundër lufte, pa dash me kalu në politik, pa dash me kalu, sinqerisht po të thëmë, Albin Kurtit ju ka ofru tjetë në çeke, ju ka ofru ja uniforma, edhe hadi hynë resht, mos shkomon Prishtinë, se pas lërgimit të misionit verifikus këvdom që o quj qaj vokeri. Rrim të Albin Kurtit, se që shumë e rëndësishme kjo. Albin Kurtit thej që i shëfruar për të qenë në unë që ka. Likoc, Kur? Në mars 99-ës. I kanë thënë që hajde në unë që ka? Jo, a i ka qenë në Likoc në vizit me Adem Demoqin, me legendën e Shqipërisë. Edhe ka qenë se ai ka qenë sekretar ose përkthyesi i Adem Demoqit pranë zyres përfaqësuesit politik për UÇK që ka qenë në Prishtinë, zoti Demoqi. Dhe ai nuk pranoi? No, nuk ka pranuar, kanë qenë në territorin e Drenicës, pranë shtabit përgjithshëm, edhe i kanë thonë mos u kthen Prishtinë. Nuk jeti kalibri Adem Demoqit që Adem Demoqin e ka njohur bota. Ty mund të arrestohesh edhe prej serbëve. Ja uniformen, hynë rresh, e ke edhe për siguri tënden. Dhe i tha jo? E ka refuzu. Lere që e ka refuzu. S'ka marrë pjesë në rreshtimin, janë fotografit ku këtu është rreshtimi që i ka nep rivis që quhet në ushtri këti zotit Demoqi. Albin Kurti është në anën e kundrët atje. Po pse arrestuan pastaj Albin Kurti? Ato duhet me ditë interesi a ka qenë i serbë apo i këtij pse u arrestu. Jo, kjo është një akuzë shumë fortë, zoti Uskaj, mos më bëni dhe ju, të jeni gjëq, po bëjnë ata tjerë të kërënjush. Jo, ndëgjo, Çavuku. Une nuk mund të thomë... Jemi korrekt. Jemi shumë korrekt. Une kemi deklaratat e bashkëburgosurve zotit Kurti, që tregojnë për sjelljet e tij në burg. Një ndërto është, ku i lejohet zotit Kurti të japi intervistë nga burgi i Pozharevacit. Vinë gazetarët e botës, edhe zoti Kurti del të jap intervistë. E tjetra është zoti Qafoku, i vetmi i burgosur, apo i kindapuar, që pequj, po bëhem me Kurtin këtë rast, që o liru me urdhër të Koshtunicës, presidentit serb, është Albin Kurti. Është dokument. Jo duke akuzuar Kurtin si njëri i serbëve? Mos qof njëri i serbëve, veprimet e tij deri tash kanë treguar se është në shërbim serbëve. Kjo është një akuzë shumë e fortë. Edhe është e bazuar. Thash, presidenti serb e ka shu urdhër për faljen e Albin Kurtit. Pse presidenti serb nuk e fali vllaun e Recep Selimit? Pse presidenti serb nuk e fali Nait Hasanin? Pse presidenti që kanë qenë më figura se Kurti? Nait Hasani është bashkëluftëtari i Adem Jasharit. Nait Hasani ka qenë 5 ose 6 e parë e celulave të UÇK-s Drenic Llap Dugazhin. Pse nuk u liru Nait Hasani? Pse u liru Albin Kurti? Edhe një rast për Kurtin, pa kaluar politik. Në 98-ën, zoti Kurti, kur ka qenë ajo kanë Kosova Network Action, do të rjeti organizatave jo qeveritare të Kosovës, bla bla bla, në Beograd, ju lutem lypni në YouTube, në Beograd ka qenë njëri privilegjuar të majtë fjalimet, të thonë, ne çështjen e Kosovës nuk duam ta zgjedhim me luftë. Jam kundër lufte. E ke me zë figurë, edhe ju bëj lutje gjithë atyre që kanë një argument kundër, të dalin të demantojnë. Okej, tani, kemi liderët e UÇK-s në Hag. Çfarë të thënësh ke? Çfarë po ndodh me procesin dhe është në fund? Okej. Pritet me 16 shtator do të thotë është shpallet verdikti. E kanë konfirmuar tashmë së shtyn se e kanë caktuar edhe orën. Po, çfarë ore? Ora 10, po, 10 mëngjes. Atë sa do zgjas, nuk dihet aty procesi, por do të fillon. Na kemi qef më liru gjithë, edhe urojmë që të lirohen gjithë. Tisa informacione që kemi, thojnë, dikush nga ta do dënohet, po Hashimi do të lirohet. Kemi informacione po që do të lirohet presidenti. Urojmë që të lirohen gjithë. Mos të kesh kuptuar. Hashim tha që lirohet. Po, detyrimisht. Tani ti po jep një lajm ti azakosh dhe unë kjo na kënaq. Urojmë edhe herë të lirohen gjithë. Po
Ata poshtërsinë vetë mundohen ta justifikojnë disi se 6 vjet ti mojsh burg. Dhën, ju jeni i sigurt që tha që lirohet, por nuk kështë sigurt për 3 të tjerët. Po, nuk jemi të sigurt për 3 të tjerët. E rëndë është. Është shumë e rëndë. Për të 3 të tjerët, po gjithsesi është i lajm i mirë që lirohet presidenti. Lideri ju që kësë. Lideri ju që kësë dhe presidenti i shtetit. I shtetit, ja. Dhe kryeministër, se po president që... Kryeministër, presidente, drejtorisë politike të që se do të prej strukturave para të që se kësë. Një nga dëmet më të mëdha që është bërë Kosovës mbas e vërtet. Mi dhe ky është i lajm i mirë, fjala jote në vesh të Perëndis dhe urojmë që 16 gjithë lirojnë. Do jesh në Hag në 16 Besoj që po. Ti do jesh në Hag, do pres çatje. Më premto këtu që do bëjmë një lidhje nga Haga. Nga Haga, po të premtoj. Të shikojmë situatën që të kemi dhe Thatshin në lidhje. Do tjetë në pjesë e protestës aty të e prit lirimin e Thatshit. Kryetari Veles Hysni Gucati është u marrë me... Do organizohen, do më thënë. Do organizohet një marshë atje tu prit për vendimin. Në gjitha qytetet e Kosovës do të ketë lead wall për të e prit. Edhe kuptohet Serb të ka dojnë me bo protest me 15 që të kërkojnë dënimin e tyre. Serb do bëjnë protest në Beograd? Që të kërkojnë dënimin e tyre. Po që janë këta të organizuar? Shteti organizuar, natyrisht. Së është një të merë i tyre. Okej, kalojmë të foto tjera, po shqyr në dhe një lajnë të mirë. Astrid, dhe të falenderoj shumë për këtë. Këtu? Këtu atë vizit që është para shpalljes. Po, ishte një dhe. Foto tjetër? Ja, aty shifet vetëm pak varri, i ati që ka vdek me ne. Këtu jemi në ceremoninë e varrimit ati luftëtari. Keni qëlluar besoj në ajër? Po, natyrisht. Gjithë jemi në... Qartë. Foto tjetër? Veshtum aty. Do shtë s'ka më. S'kemi? Kjo ishe foto? I pas kemë kaluar. Kjo e lirimit të Thatshit është me vërtet, por pyetja ime është, nëse kjo ndodh, dhe besoj do ndodh, se ju i keni informacion të sakta, ndryshon politika në Kosovë? Qëre, s'po du me opinion, sepse ajo është halom renda. S'du me mos të indikon diçka në vendimin, sigurisht vendimin të shumor, po vetë emri Hashim Thaçit ka ndikim në politikën e Kosovës. Natyrisht që do të ketë ndryshime. Ka ndikim, mos thonë do të ketë ndryshim, se po paragjykoj, mirë po do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm skenën politikët të Kosovës, brenda Kosovës. Do ndryshoj? Si e parashikon ti? Çfarë do ndryshoj? Po sigurisht që këta që duar trokitën dhe nuk ndihmuan fare procesin e Hagës, po mendoj nuk ndihmuan fare të kindapurit e Hagës, për ata nuk do t'jetë lajmi mirë lirimi tyre. Edhe po më detyron... Këshin turp, zoti? Po më detyron u këthyte pyetja jote më hershëm që më the pse pe bon Albinin kështu. Është dokument nga Haga, ku Albin Kurti drejtohet Hagës dhe i thot, vizita që i behen Thatshit nga familjar nga vëllezrit, Thaçi po flet për politikën dhe zgjedhjet në Kosovë. Edhe është letër e konfirmume nga institucioni Hagës, edhe është sot po të pyesësh i dhomat e specializuara, ta japin atë kopje, ku për hir të asaj letre që e dërgon Albin Kurti, Hashim Thaçit i kufizohet takimi me fëmijët, një djalë i kufizohet takimi me vëllezrit, edhe i kufizohet takimi me bashkëpunëtorët më të ngushtë që ka qenë gjatë gjithë periudhës pas luftës në Kosovë. Është dokument zyrtar që Albin Kurti i drejtohet Hagës që thotë kufizojani takimet Thaçit sepse ai po flet për zgjedhjet në Kosovë. Ku i ndihmon kjo? Po du me dalë të pyetja jote. Lirimi i tij natyrisht e trëmb. Natyrisht e trëmb. E trëmb Kurtin. Absolut. Tani për situatën politike në Kosovë që brenda asaj bie një vit e gjysmë janë 3 zgjedhje. Po. Është një turp, është një skandal. Si e analizon? Okej. Politik, po du me të bëj një analogji. 98-ën dhe në 2002-ën kanë qenë Kongresi Amerikan dhe Senati ka qenë 49 me 50. Me 51 falë. Për një vot,
arrit të kongresi me bo kompromis me senatin, republikan dhe demokrat, që Roland, po t'i votojmë shtu ligje, po i kemi 2 vota mongi, hade votojnë një ju këto, pi bashkojmë votat. Albin Kurti e ka një problem, thot, e ka fitu qeverin, populli ja ka e voten, kur zgjedhin Kosovë si në kontestu asiherë. Atë në ato ledzu, ja ka nuru fitorin o krejt. Problemi është tu, ti nuk ke vota me zgjedh presidentin. Çka mendon ti? Unë jam parti politike në këtë rast. Supozojmë. Pse ta votojnë në ty kandidatin tonë? A bojmë kompromis? Albini nuk është njëri kompromisit ku është në pyetje pushtetit ti personal. Edhe këtu e në argumente. A afronte